Ndonë se janë paguar më shumë se 190 milion euro deri më tani për ndërtimin e inceneratorëve të Tiranës, Elbasanit dhe Fierit, asnjë prej tyre sot nuk është ndërtuar ose është jashtë funksionit dhe kërkon miliona euro shtesë për t'u vënë në punë. Emisioni Plu ka sjell fakte të reja që tregojnë se për shkak të aferës së inceneratorëve, bashkitë në Tiranë, Durrës, Fier dhe Vlorë kanë rritur taksat dhe tarifat duke rënduar xhepat e qytetarëve. Të paktën 210 milion euro janë paguar deri më tani nga taksat e qytetarëve për ndërtimin e 3 inceneratorëve Tiranës, Elbasanit dhe Fierit, si dhe për landfillin e Sherishtës në Vlorë. Por teksa miliona euro janë paguar nga qytetarët, sot asnjë nga këto vepra nuk është në funksion. Vendi do të përballet shumë shpejt me emergjenca mjedisore në zonat e sipërpërmendura. Një dokument i Agjencisë së Pasurive të Sekuestruara tregon se në landfillin e Sharrës nuk ka më vend për depozitimin e mbetjeve urbane, ndërsa për herë të parë u kërkohet bashkive të gjejnë zgjidhje alternative për menaxhimin e tyre. Ndonse deri më tani janë paguar 130 milion euro për inceneratorin e Tiranës, kjo vepër duket se nuk do të ndërtohet kurrë. Jo vetëm kaq, por të dhënat e bilanceve tregojnë se kompania e sekuestruar e inceneratorit ka zhdukur më shumë se 47 milion euro nëpërmjet parapagimeve apo borxheve që duket se nuk do të kthehen kurrë. Administratori i inceneratorit të Elbasanit pranoi se kjo vepër nuk punon. Sipas Leli Kajës, për vënien në punë të inceneratorit të Elbasanit duhen edhe 4 milion euro shtesë, të cilat duket se do të gjenerohen duke rritur çmimin për depozitimin e mbetjeve nga bashkitë e qarkut në landfill. As inceneratori i Fierit nuk është funksional dhe duket se nuk do të vihet kurrë në punë pasi vetë bashkitë që tentuan ta merrin në dorëzim kanë hequr dorë nga iniciativa e tyre. Në Vlorë janë investuar më shumë se 22 milion euro për landfillin e Sherishtës, por prej të paktën 3 vitesh vënia në funksion e tij është zvarritur duke shkaktuar ndotje masive për shkak të djegjes së plerave në landfillin që ndodhet në lagjen 24 maj. Kostot e mbetjeve urbane kanë rënduar drejt për drejt xhepat e taksapaguesve për shkak të dërgimit të mbetjeve urbane. Bashkitë janë detyruar të rrisin tarifat e pastrimit. Rasti më flagrant është në Durrës, ku bashkia paguan 10 milion euro në vit apo rreth 1/3 e buxhetit për menaxhimin e mbetjeve, nga të cilat 2.5 milion euro merren drejt për drejt nga buxheti i shtetit, ndërsa pjesa tjetër gjenerohet duke rritur tarifat e pastrimit ndaj qytetarëve.